Flutur, po do më ditë kujt t'i shkruan më shumë dashurisë? Çka të frymëzon më shumë, Flutur? Sa dashuria është një universale. Edhe deshtëm s'deshtëm, e kena, jena dashni, burojmë prej dashnis, të kryun prej dashnis. Varësisht edhe prej besimeve, dashnia është ajo që rrotullon botën, edhe dashamirësia edhe gjitha. Mirë po, nuk i shkruaj veç dashnis, i shkruaj dhe mungesës në format ndryshme. Masnej i shkruajmë dashnis që është ma e pastra dhe ma e, si me thonë, ma e sinqerta. Ma e sinqerta që është e nënës për fëmijën e vet. Me e pa interesi që mundet me kenë dhe një lloj dashnisë është aja. Edhe shpesh thonë që nuk e di çka është dashnia deri në momentin që je bë prind, edhe është e vërtet, se është që tjerat janë çdo gjë kalimtare, çdo gjë racionale, ka dhe dashni racionale. Kur gëshëtohet mendja me zemrën, dhe ajo që është komplet me gjithë qenjen tonë, që kom veç mendja bjen off, komplet bjen s'klopka e mendjes kur është punat e fëmija, edhe thjesht ti e din vetë, kështu që e ke përjetu dy herë para meje, edhe nuk kam çka them, nana din me dash në miliona gjuhë, në miliona ndjenja, në miliona mënyra, andaj janë edhe paq mira fjalë që mundesh me shpreh dashnin. Absolutisht, madje të vinë edhe shpikjet e fjalëve nga më të bukrat kur je prind. Edhe uroj që krejt ata që brenda kanë të bëhen prind nëse kushdo që dëshiron dhe e kërkon atë ndjenjë. Ta ketë, ta përjetoj. Zoti ja ofroft.